Një gjë kam kuptuar unë që njeriu nuk kënaqet kurrë. Ka po plotson një gjë, kërkon të bëj tjetrën. Në pikë ky rasti jam unë me dhëmbët e mi. Duket sikur nuk do më mjaftonte një jetë që të kujdesesha për ta. Prandaj me këtë vapën e kushtit marrim rrugën dhe shkojmë në Tiranë. Se kështu më pëlqejnë mua dhëmbët kur duken bukur, por duhen mirëmbajtur. Prandaj ditën e vetme që kisha të lirë, thash doja kushtoj buzëqeshjes time. Vim tek klinika e patriotes time doktorës Sidorelës. Tek Sol Dental Clinic. Sta kalon shkollën Sami Frashëri. Direkt në kat të dytë mund ta gjeni klinikën. Po thoni ju pse shkon deri në Tiranë për të bërë dhëmbët, u mbarua në Vlorë. Në Vlorë nuk gjen gur për të çar kokën, jo më klinik të hajrit për të bërë dhëmbët. Pos kësaj, mos të lëm pa përmendur faktin se sta e kujdesshme është doktoresh Sidorela. Dhe unë sa herë shkoj i them ose ti më mban me hatër se jemi të dyja nga Vlora ose kështu i trajton të gjithë. Gjithsesi gjëja e parë që bëjmë është një foto buzëqeshjes. Sa e radhe përveç kujdesit rutin kisha ardhur edhe me mendje të keqe. Doja të provoja se si do më qëndronin fastetat. Dhe me anë të një planifikimi digjital duke zgjedhur kurorën e dhëmbëve, madhësinë e dhëmbëve, i krijon një ide se si do të dukeshe nëse do të vendosje faseta. Pasi bëm konsultën, dolëm në këtë rezultat. Këta janë dhëmbët e tu përpara, edhe kështu do të vinte rezultati nëse do vendosnin fasetat. Deri dje mendoja se s'kisha nevojë, po shikoj që ka. Pasi mbaruam edhe me planifikimin digjital, kalojmë direkt te kujdesi rutin. Një fun fact për mua është që unë nuk e kam fare frikë dentisten. Madje gjithmonë mbushjet e dhëmballëve i bëj pampirje. Gjëja e parë që bëm ishte pastrimi i gurzave, të cilin unë e bëj çdo 6 muaj. Kjo pamja këtu më bën shumë për të qeshur, por pasi pastruam gurzat, vendosëm izoluesin për të bërë zbardhimin e dhëmbëve. Në fillim menduam të bënim 2 seanca zbardhimi, por gjatë rrugës kuptuam që nuk kisha nevojë për 2 seanca zbardhimi. Sidorela bëri matjen e nivelit të ngjyrës aktuale që unë kisha, që më pas të shihnim se ku do të arrinte vetëm me një seancë zbardhimi. Nuk e di pse dëgjoj njerëz të thonë që zbardhimi të dhëmb. Kur ju ndodh kjo dhe pse ju ndodh më e rëndësishme, sepse unë sa herë kam bërë zbardhimin, asnjëherë nuk kam dhier dhimbje. Drejt me thënë, unë nuk e kam shumë qejf atë zbardhimin e çmendur të dhëmbëve, sepse më duket sikur buzëqeshja është shumë fallso. Unë dua dhëmb të bardh, por jo të egzageruar. Është dhe reagimi im direkt pas seancës së parë të zbardhimit. Doja bërë me shenjë doktoreshës që është perfekt, nuk kam nevojë për seancë tjetër. Siç mund ta shihni edhe ju nga videoja, është e dukshme shumë diferenca. Kështu e kishte? Një fëmijë i lumtur me dhëmb të bardhë. Pamje më nga afër direkt pas seancës. Tani ju lutem më thoni, më jepni një mendim, me ato rezultate që pam nga planifikimi digjital, kam nevojë të vendos fasetat, dukesha bukur me ato fasetat? Sepse mua më janë futur mizat në kokë. Nejse, për këto dhe shërbime të tjera dentare, kontaktoni Sol Dental Clinic. Tu jemi në ditën e dytë dhe dhëmbët e mi po akullërojnë.